sot konkurenca politike, stakfirullah, abe nisoj historia, unë vazhdimisht e them, historia e Musës ka kaluar para 4.000 vjetëve. 3.500 vjetë deri 4.000. E njëjta histori përsëritet sot në rrethet politike të ne, në Evropë, në Ballkan, në Amerikë, në botë. Me thonë, politika apo politikant u revanshohen palës tjetër që e kanë si konkurent, po deri në eliminim shkon ajo. Nëse interesat janë më të mëdha, rreziku për hakmarrjen është më i madh, deri në eliminim. Me thonë, faraoni eliminon të fëmijë, ai vriste fëmijë, pse? Mos qodë një fëmijë që marrë pushtetin, sot krejt lufta në dynjë bëhet për pushtet. On gjenje të vrasë, të shantazhoje, nxjerrën prej pune, të largon prej pune, krejt zezat i ban që ti mos vish në atë pozicion që ati ti pengosh, as pak nuk du ti pengosh. Allahu çfarë thotë? E inspiroi nanën e Musës, i dha një ide. Do ndalem shumë. Çfarë ide i dha? En ardi'ihi, ai ishte bebe, foshnje. Ma para çfarë i tha? O nanë e Musës, e inspiroi Allahu, ja çoi në mendje, domethënë. I dha ide, kjo është inspirim. I dha ide që ti jap qumë shtëpia, ani se je friksuar, ama në jepi le pije bebje, le pije qumsht. Sikur me i thanë mes reshtave, ne kemi përgatit këtë Musën, e përgatisëm qish si fëmijë. Nëse Allahu kishte vendosur ta bëje Musën pejgamber, nuk kishte njeri në dynjë që mund t'i bëje dëm Musës. Çfarë thot kjo? Nëse Allahu ka vendosur të bëje mirë ty në këtë dynjë, ke puna jot, ke biznesi jot, ke arritjet tuaja, ke suksesi jot, nuk ka njeri në dynjë që mund t'a pengoje suksesin tënd. Edhe rrizimin tënd, dhe ngritjen tënde, intelektuale, sociale, ekonomike, shpirtërore, fetare. S'ka këtë haranja, të dini. Besimi dhe mbështetja du t'jetë pa rezervë ka Allahu. Edhe Allahu këtë neve na bën me dije. Prandaj them, tregimi i Musës alayhis salam, tregimi i Musës nuk është tregim historik, por tregimi i Musës është rast psikologjik që ndodhen brenda neve të gjithëve, që don Allahu përmes këtyre tregimeve të na vetëdijsoj dashur Allah. Kjo çështje vetëdijsimi është. Allahu thot, jepi le të pije qumsht. E këtu fillon komplet ngjarja, mbas kësaj. Te fjalia tjetër. Feida khifti, Allahu i thot nënës Musës. Nëse friksohesh, për çfarë? Për sigurinë e bebes. Nëse ke frikë, kemi zgjidhje tjetër. Çfarë zgjidhje? Fa alqihi fil yam. Mbështille, fute me një kosh edhe lëshoa në lum. Ja. Lëshoa në lum. Fjala lëshoa në lum është interesant. Si ta lëshoje në lum? Natyra dhe psikologjia e çdo nëne çfarë është? Natyra dhe psikologjia e çdo nëne është ta mbaje fëmin në gjoksin e saj. Ta shtërngoje, jo ta lëshoje. E shifni, Allahu i kërkon diçka, ta themi në thojza, jo logjike përsa i përket emocionit të nënës. Për nënën e Musës kjo ishte jo logjika, ashtu. Si be të lëshoj, ajo e donë ma shumë bot beben e saj. Ti thosh në një nënë, për shemë këtu në Gosivar, fute me një kosh beben, lëshoj e më vardar. Aman Allahu ti thote, me zemër të ndjeje dhe me jo ti edhe unë. Ti thua të vrase. Allahu ti those, lëshoj e beben vardar. Prej momentin që ti dhe lëshojsh beben vardar, deri shkup, ne dhe kujdesemi për atë. Ama nënë e Musës e dinte vetëm këtë ide, lëshoje në lumë. Nuk e dinte se ai do boj pejgamber më në fund. Se dinte ajo, se dinte të ardhmen e din vetëm i madhi Allah, ashtu. Këto janë ato raste psikologjike të jetë e joa. Që do me thonë, çfarë do me thonë? Gjërat që ne i shtërngojmë, i mbajnë fort, ato nga frika joa që mos humbet, shteret, të dini. Çfarë mbajnë fort, ne?
Karticën e bankës, dihet, jo më kryesori. Çfarë të mbash fort tjetër? Paret, dyqan, mban fort. Deri momenti që Allahu ta merr trak, edhe thot kështu, të gjërat që ti lidhesh, më haron mu, a unë nuk dua që ti mu të më harojsh. Lëre këtë, hajde të unë. A më unë fukara, unë dua kështu si fukara. Sa ashtu si zengin, jo që nuk të dojsha, por shumë ti mereshe me ato, nuk mereshe me mu. Shi, kjo rast shumë interesant. Allah i thot nënës lëshoa. Dhe më thonë, në këtë jetë i dashur vëlla, të lëshimi ka jetë, të shtërngimi, çfarë ka? Mërzi dhe frikë. Ajo do e mbante nënë e musë, se kemi hi gjerësisht të analizojmë këtë. Mos ju bezdisi, ama, vini vesh do fjale. Si kur nënë e musës të mbante fëmijën kështu, 24 orë të jipte gjitë, pi, normal qumsht, edhe të mbante fort. Çfarë do ndodhte? Po çfarë do ndodhte? Di çfarë do ndodhte? Ushtarët e faraonit hynin shtëpi në shtëpi, ku kishte bebe i mirnin edhe i thernin para syve të nënave të tyre. Thuhet në histori se faraoni ka vrarë dhe ka therr mbi 17.000 fëmijë. Vetëm ta shpëtoi pushtetin. Në Gaza sa u vranë. Fiks 78.000. Vetëm ai qeti ta shpëtoi pushtetin. E she, ne jetojmë kohën e faraonit. Nëse je musliman dhe i shet gjërat me syrin e zemrës dhe të mendjes, jo me syrin e ballit, atëherë kuptoje që ne jetojmë në kohën e faraonit. Dil fol dhe e shohësh. Çfarë do të çoje? Ama jo në Maqedoni, alhamdulillah nuk na vjen shumë vesh neve këtu. Dil fol atje, ku folet ma edhe ku ndëgjohet ma shumë, dhe e shohësh çfarë do ndodhi mbas 24 orëve, dalë një kamion, ku aksident. Ose as punë. Vetëm një lajm, një natë të lexojnë emrin e u kri punën. Keni parasysh? Po kjo është ajo, vetëm metodat ndryshojnë. Ne jetojmë periudhën faraonike. A kemi jetuar për herë, faraoni si figur është përsërit, të dini. Edhe Allahu na mëson neve përmes nënës së Musës alayhis salam që gjërat me të cilat ne lidhemi, Allahu nuk i don shumë. E di kur lidhesh me gjallin, me vajzën shumë, nuk o mirë, të dish, nuk është mirë. Pse? Jo se Allahu do i dhnohet se ti e don ata ma shumë se Allahu. Jo, se Allahu në duan, edhe guri, edhe druri, edhe peshqit, edhe shpenzët, kreti bojnë sërde, për me leket mos flasin. Por, thot, mos u lidh shumë se frika nga humbja do shtohet. Edhe kur ka frikë në zemër, s'ka rat plot, ka stres, ka depresion, ka shqetësim, s'ka lumturi. Çfarë eksperimenti bëri Allahu me Ibrahimin? Këtë e spjeguam kohën e Kurban Bajramit. Pse i tha Allahu Ibrahimit ta bëj Ismailin kurban? Edhe kur i tha? Nuk i tha 3 ditë të para se ish bebe, se moshat e fëmija për ta bërë kurban, në atë kohë nuk ka qenë si mosha e deles edhe e dashit, duhet i ketë mbi 6 muaj. Por Allahu e priti që mosha e Ismailit të arrijë në atë grad dhe në atë shkallë kur Ibrahimi do lidhet më shumë emocionalisht. Kur filloi të thosë o babo, a u lodhe, a erdhe prej pune, a shkove në punë, o babi shumë dua, o babi më sun jetoj pa mu, pa ti, edhe në këtë rast, Allah e tha jo, shkopën e kurban. Pse tash? Allahu deshti të shoh, a ka mbet diçka në zemrën e Ibrahimit që është lidhur përpos me Allah. Ta pastroj komplet Ibrahimi, që mos mbese lidhje ngusht shpirtërore, as emocionale, me diçka të kësaj dynjaje, pse? Mos shtohet frika e humbjes. Keni parasysh ne kur shkon djali në gurbet, shku, djali jo, adoleshent, është në atë moshën kur ende ke frikë, ke rezervë për sigurinë e tij, 10 herë do e marrësh telefon deri në shkup. A mrita, a shkove, a erdhe, kur do vish, a e kalove putarinë, se kalove putarinë kështu me radhë. Pse janë këto? Këto janë krejt nga frika e humbjes. A pse ndodh frika e humbjes? Sepse lidhja e jote emocionale është e tepruar me fëmijën që s'bën.
Kjo nuk është thirrje mos me i dasht. Stakfirullah. Kjo është thirrje që lidhjen ta renditim. Islami këtë kërkon. Islami nuk thot mos e doni fëmijën. Islami nuk thot mos e doni pasurinë, dini? Islami nuk thot mos e doni mallin. Islami nuk thot mos e doni luksin. Por Islami thot e renditni si duhet. Mos e qitë Allahu në fund, stakfirullah. Kjo është. E ne këtu gabojmë. Allahu në fund, para fundit pejgamberi, BMW-ja, Mercedesi, malli, firma, une. E kështu nuk shumë, normal që të kesh frikë. Abe kam rënë depresi, abe ti mirë nuk ka dalë mendja. Ti elhamdulillah thuj që e ke mendën edhe din adresën shkoj shtëpi. Ti Allahun e ke lënë më në fund. Gjete ko do falë, shkoj në gjuma, shkoj në shakët. Kjo nuk është islam. Kjo edhe tifozlëk nuk është. Ai tifozi si tifoz, do shkoj do blejë ndresa, e shkruan emrin e lojtarit preferuar, i bën harxhime deri në Tiranë të shkoj ta shohë ndeshjen, investon, tifozi si tifoz. Në të paktën të jemi tifoz të flakët të islamit, të paktën. Edhe kjo është mirë, nuk është keq. Ama i flakët. Islami, Kurani, neve na mëson renditjen e gjërave. Shkoni sa bukur. Allahu xhaleshanuhu kur i kurdisën gjërat, amon duhet ulemi t'i lexojmë mirë. Pse përmenda parës Samiriu, mos ju mbes ndërhak, se do thotë dikush e përmendi hoxha dhe e haroj. Jo se harova. E ta shfole për Musën se nana duhet të ta hudhje në lumë që mos lidhet shumë. Ajo që e hudhi e shpëtoi Musën. Ta mbante për gjoksi, do ja vristin ushtarët, ashtu. E kjo jetë ajo kështu, me gjëra që ne lidhemi. Mos i mbani shumë fort. Lishoni. As krejt mos i lishoni. Ashtu një balans dhe një distancë të mbajnë. Samiriu ki që u a bëri viqin Beni Israelve, kjo është e re për shumë ju, me siguri, se ka qenë e re edhe për mu si hoqë, edhe ky ka lindur atë vit kur janë vra djemët. Atë vit që adesh të vrasë faraoni fëmij. Edhe Samiriu lindur. Nana e Samiriut e mbëshqillën Samiriun e vogël, e qonë në një shpellë në mal. E dini? Ta shpëtoi gjallin. E shpëton? E ka shpëtuar. Nëna e Musës e qonë e hudhën në lumin Nil. Musa a.s. shkon edhe e merr gruaja e faraonit e bën si fëmijë, rritet në pallatin e faraonit. Samiriun që nëna e lë në shpellë dhe ka pas frikë, mo shkoi ta vizitojë, s'ka shku hiç nga frika. E dini kush është kujdes për Samiriun? Gjebraili a.s. E shifni si është këtyre thuan ligje kosmologjike, ligje zotërore, ligje hynare. Dhe me thonë, një njeri, një fëmijë, rritet dhe edukohet në shtëpinë e qufrit, që është Musa a.s. Shtëpi e qufrit, jo vetëm e qufrit, ajo ka qenë shtëpi e shirkut, ku faraoni ka thonë, unë jam Zot, stakfirullah, ene rabbukumul ala, unë jam Zoti juaj më i lartë, ka thonë njerëzve. Me thonë, Musa a.s. edukon një qafir më i madh në dunjë, një mushrik më i madh në dunjë, dhe gruaja e tij që ka qenë besimtare ajo, për ka fsheh besimin e saj. Samiriu edukon Gjebraili, meleku më i madh i krejt melekëve. Kujdeset për ushimin e tij, e rritën, pije, krejt deri sa rrit. E çfarë është rezultati këtu matematika? Matematika është që një fëmijë që u rrit, kjo konstatim kundër psikologjisë, dini, edhe sociologjisë. Sociologjia thot, ose psikologjia, nëse marrim një fëmijë e çojmë dy bineq, njërin e çojmë në xhungull, tjetrin e çojmë në Ciri të Zvicrës. Ki në Ciri, normal, kur do dalen në WC, në banjo, do lishoje ujtën, e kështu me radhë, do pastrohet. Ai që ka jetuar në xhungull do marrë veset e rrethit ku arrit, ashtu. Këtu ndodhe kundra ligjeve psikologjike dhe sociologjike. Çfarë ndodh?
Njeriu, fëmiu që u rit në shtëpinë e kufrit bëhet pejgamber, njeriu që u edukua mes duarve të Xhebrailit alayhis salam, meleku të shpalljes, meleku më i mirë dhe më i madh, bëhet kafiri më i madh. Bëhet Samiri. Shqipni se interesant është. Që Allahu në bën me dije neve se më në fund, jehdi bihi këthiren, ju dillu bihi këthiren, vë jehdi bihi këthira. Allahu shumë njerëz sa të doj, edhe udhëzon shumë njerëz sa të doj ai. Që më në fund, i dashur vëlla, udhëzimi është nga Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu. Pjesën tjetër, inshallah, jemi gjallë dhe shëndosh, e vazhdojmë me pikën e dytë javën tjetër, perla dhe urtësi, inshallah, madhështore, nga jeta e Musës a.s. e cila është një histori jashtëzakonisht e mirë, e vetëdijësimit, e cila vazhdon dhe sot e kësaj dite. Musa nuk është, Faraoni nuk është sot, nana e Musës nuk është, por janë qerë me emra qerë që ne i shohim dhe i përjetojmë. Walillahi l-Fatiha. Allahu Allah, Allahu Allah.